Një aksident I rënd me 3 të vdekur ka ndodhur në aksin rrugor Gjirokastër te Pelen, ku raportua se ngjarja ndodhi në vendin e quajtur Bypass, ku 2 mjete, një tip Volkswagen dhe një Mercedes u përplasën kokë më kokë. Te mjeti I parë udhtonin Klejdi Myftari, 24 vjeç, dhe Angelo Rucci, 28 vjeç, të cilët kanë humbur jetën të dy. Në mjetin Mercedes udhtonin Martin Dulaj, 26 vjeç, I cili ka ndëruar jetë në vend ngjarje, dhe Arsida Demiri, 20 vjeç, e cila është transportuar në drejtim të Spitalit të Traumës në Tiranë për ndihmë të specializuar. Lidhur me ngjarjen e rëndë, ka reaguar aktori I njohur I portokallis, Davis Muslymi. Ai ka publikuar në Instagram një fotografi me 2 nga viktimat e aksidentit të rëndë. Çfarë të shkruaj? Çfarë të them për ju? Pse mi more o Zot? Një pse që nuk merr përgjigje. Ti e di o Zot pse? Të lutem mi ruaj atje lart. Nuk do t'ju harroj kurrë o vëllezër. Janë fjalët prekse që Muslymi ka shkruar bashkangjitur me foton e publikuar në rrjetet sociale. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.